Bismillahirrahmanirrahim. Të dashtun dhe të shtrenjt, motra dhe vëllezër besimtar. Para ca kohësh ne mblidheshim për të pritur muajin e begatë të Ramazanit. Para ca kohësh ne baheshim gati për të hyrë në atmosferën e begatë të muajit të Ramazan. Para ca kohësh ne përgatiteshim dhe banim plane se si ta kalonim muajin e begatë të Ramazanit. Dhe tashma ne jemi në momentet e fundit të përcjelljes së këtij muaji të begatë, me të cilin u gëzuam sa vesh një Zot e din, e me të cilin morëm dhe dham, ndam dhe përhapëm mirësi dhe dritë nga drita dhe mirësia e Allahut Azza wa Jall. Ja ku jemi në momentet e përcjelljes së muajit të Kur'anit familart, dhe po ashtu ja ku jemi duke pritur hanën e re të një muaji të ri, i cili na sjell me vete një festë të madhe, një ditë përkushtimi dhe gëzimi, një ditë të madhe adhurimi, bamirësie, bujarie dhe vllazërie me njëri tjetrin, që na afron për herë më shumë me Zotin e gjithësisë, ashtu siç edhe muaji Ramazan e bani një gjatë të tillë. Ja ku jemi duke e përcjellur Ramazanin, që teksa e mendoj, më vjen ndërmend takimi i dy dietarëve të mëdhej nga koha e shkuar, që njëri i thoshte tjetrit, po ndahemi, i thoshte në mesin ton nuk ka kur ndarje, as vdekja nuk na ndan, e përtemja është për herë vend takimi ynë. E kështu është edhe me Ramazanin, muajin e mallnueshëm të Kur'anit, i cili së bashku me fjalën e Allahut Azza wa Jall, e librin e tij, do të ndërmjetësojnë për gjithë secilin prej nesh, inshallahu taala, nesër në ditën e gjykimit. Ja ku jemi për të dëshmuar për herë më shumë aftësinë tonë për të vetfrenuar atëherë kur duhet dhe për të vepruar atë që duhet kur dhe si duhet. Ja ku jemi për të dëshmuar njëri tjetrit, e mi të gjitha, Zoti të gjithësisë, se ne tashma nëpërmjet muajit të mallnueshëm të Ramazanit e kemi përqafuar dritën e Zotit dhe me të duam të ecim përpara duke ndryshuar rrugëtimet e gjithë secilit në këtë jetë të shkurtër. Ja ku jemi për të dëshmuar njëri tjetrit se aftësia e besimtarit është ajo që i dëshmon atij mundësinë për të jetuar me dinjitet dhe krenari, me dritën e Zotit dhe bekimet e tij, për të ndarë një herë për gjithmonë nga bota e mjegullnajave, hirtësive, errësirave që në fakt e marrin njeriu drejt devijimit dhe shturjes. Kaluam një muaj të begatë, plot mirësi dhe bekim. Kaluam një muaj në paqe totale me njëri tjetrin, me natyrën, me jetën, me të gjithë përreth. E duam gjithashtu që edhe pas largimit të këtij muaji të begatë, jeta e jon të vazhdojë në këtë ritëm, e përkushtimi ynë të vazhdojë në këtë ritëm dhe angazhimi i ynë me fjalën e Zotit dhe leximin, e kuptimin, e praktikimin e saj të vazhdojë me këtë ritëm, për të dëshmuar për herë më shumë madhështia e Islamit në mesin tonë, për të dëshmuar për herë më shumë mundësia reale që njerëzit kanë që nëpërmjet fjalës së Zotit dhe fesë së tij me jetu në dinjitet, në paqe dhe në harmoni me njëri tjetrin, për të dëshmuar gjithë secili prej nesh si mëkamës real i Zotit një. Ju përhajroj me rastin e Fitër Bajramit dhe ju dëshiroj çdo të mirë dhe bekim ju dhe familjeve tuaja, tokës tonë, qytetit tonë, mbar shqiptarëve kudo që janë, botës mbar, ummetit islam në veçanti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Me zemër të mirë, Fitër Bajramin.